Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot kemi makinë shumë veçantë. Është A45S AMG e 2026. Modeli i fundit fare që ka dalë, është hatchbacku te kategoria vetë më e fuqishmja se të gjitha. Rival të kësaj janë RS3-shi, më 140 BMW-s, po stok fabrike, kjo është më e fuqishme e më e shpejta. Ato pastaj me modifikime, BMW-ja mund të ketë ndoshta potencial më shumë edhe RS3-shi, se janë motora pak më të mëdhej, kjo është 2004 pistonç. Kjo është me këtë ngjyrën, manufaktur Alpine Grey, që është për herë të parë te A-klasi. A-klasi përpara s'ka pas opsion manufaktur, kjo është 5.000 euro vetëm ngjyrë. Po e mani men atë GLN 63S, edhe ajo ka qenë me këtë lloj ngjyre. Po ta A-klasi s'është ofruar në herë, është era parë. Ky është facelifti i A-klasit i kësaj gjenerate, W177 më duket se e kanë këto. Është me kamerë para, kamerë 360 gradë. Gjitha normalisht është më agresive sa A-klasi i thjesht. Ka këtë grillën panamerikan shumë të bukur. Fenert i ka multi-beam, këto janë gjitha opsionale se A-klasi i thjesht fillo me fener të thjeshtë, nuk i ka të gjitha opsionet, po kësaj i është tik çdo box opsionesh, është e bërë me porosi. Disjet i ka 19-që, këtë dizajnin AMG-s që e ka pas nxjerrë në fillim te C-klasi më duket Benzi edhe pastaj te G63-shi, njëjti lloj dizajni, pa më të ndaja aty. Këtu janë 19-që me goma Michelin, se normalisht kjo do goma të mira. Turbo Formatic Plus, normalisht është 4x4 edhe te këto me turbo, që si që është kjo 4 piston, kështu e përdor Benzi, pastaj të tjera që janë V8, vendos V8 biturbo, është me Night Package, këto pjesë të kromit i ka të zezat gjitha, e bome nga fabrika, nuk është bo vetë, edhe bexhat i ka të zezë, AMG A45 se të zezë, marmitat e zeza, 4 marmita, difuzorin e zi, shumë të bukur, bo kontrast me këtë ngjyrën, Alpine Grey, shumë kontrast edhe shumë makinë e bukur. Kjo gjenerata A-klasit, fakti është edhe më e bukur nga të gjitha, ka filluar të rregullua A-klasi, se në fillim fare ka qenë shumë i shëmtut, te gjenerata parë, edhe e dyta ajo kush e di se ça, e treta rregulloi pak, te kjo e fundit, te kjo kanë bërë më të mirën e mundshme. Frenat, se si përmendën frenat, shive sa të ndaj e ka. Për këtë makinë të vogël që është kjo, stopping power për të nalu, se di me 6 pistonçina ose 8 duhet të jenë këto, por shumë të ndaja, sidomos për këtë makinë që është makinë e vogël. Tani ta shohim edhe motorin, që është gjoja më e veçantë e kësaj makine që e dallon nga tjerat. Ky është motori 2 mish, 4 pistonç turbo, me 421 kuaj fuqi edhe 500 Nm tork. Kamën e ka me 8 marshe, MCT, po është dual clutch, më thonë me doppio freksion, shumë e shpejt, siç është DSG-ja ose PDK-ja e Porsche-it, po kjo është e Benzit. Ndryshe nga 35-shet ose nga 53-shet, kjo është tamam motor AMG, me pllakën AMG-s është handcrafted, hand-built. Versionet për shembull 35-she nuk e kanë pllakën, se janë si 250 që ja klasit, po pak me më shumë fuqi. Shumë motor i mirë, kur ka dalë ka qenë motori më i fuqishëm 4 pistonç për fabrike, ka edhe potencial më modifiku, i çojnë edhe mbi 500 kuaj këto motora, janë shumë motora të fortë. Ta shohim dhe bagazhin, ka hapësirë, e bollshme është, ka vend sa dush edhe i shtrinë e sedilet, nëse ke gjona më të mëdha për të fut, ke mundësi për të fut. Ne jemi mësuar që zakonisht A-klasat, nga që është modeli entry level i Benzit, fillestari, nuk është se kanë shumë opsione përgjithësi. Po siç e thash fillim, kjo i ka të gjitha opsionet. Është me sedile me memorie elektrike, me ngroje, zakonisht i kanë kështu me lev A-klasat, sidomos speku europian, se kjo është spek Europe, Italie, është me alcantara komplet pjesën këtu te dera me këto qepjet e kuqe. Audion Burmeister. A-klas me audio Burmeister unë hera parë që po shoh. Nga që është 2026-s, e ka edhe këtë timonin dizajnin e ri, që i ka këto të ndame këtu, i ka touch sensitive, ka edhe këto 2 rrotlla këtu që e komando marmitat, amortizatorët. Timonin e ka alcantara, plus minusat, pedal shifter të fënjishat, është me ekran digital, të dyja që e ka që vazhdon një, është me head-up display, audio Burmeister, siç e thash, kamera parkimi 360 gradë, klimën me 2 zona, sedilet, nga që është makinë që përdoret për ditë, ka 12.000 km, është 2026-s, nuk ka marrë ato bucket seats, që janë pak më shumë për piste dhe nuk janë shumë të rehatshme, po ka marrë këto comfort seats. Edhe këto kanë suportive, jo si bucket seat, po janë goxha suportive, edhe kanë këto stitching e kuq shumë të bukur. Ka këtu kontrollin e klimës, air ventat që i ka këto me drita, UAV-n edhe këtyne që si kanë, është panoramike. A-klasi, kjo i pas ka ato materialet e mira të buta, në fakt, unë këm pa, kur isha me qera, mora një A250, më duket hibrid, me 1.3, edhe ajo ishte më cheap kualitet. Kjo është më mirë.
kjo nuk është si puna e saj, është goxha më mirë. Pastaj ke për ta vendos dinamik, këtu pastaj ke e ço Sport Plus, e ndrodhe zhurmën, hap valvulat, race, e ke si dushte, e ta çojmë komfort prap. Këtu pastaj ke auto start stopin off, AMG Dynamics, kontrollin e stabilitetit off, i le si dush to, i konfiguro si dush vet, edhe i ke direkt të timoni për shumë më kollaj. Frenat e dorës i ka elektrike, marshin, levën e marshit e ka që kanë gjitha tash i bencat të mrapa, edhe këtu me qepe, shumë e pastë. Mrapa nuk është se ka shumë hapësirë, se A-klas është, do të thonë, lart te koka pas ka me thonë drejtën, po te komët për shembull, nëse është në pozicionin tim nuk është se ka shumë. Kjo tapiceria në mes me Alcantara e lëkuranash, edhe kjo është shumë e bukur edhe mrapa e soj. Ka këto 2 ventat, po jo klim individuale, vetëm 2 zonat para. Type-C këtu poshtë, po për makinë praktike edhe shpejt është e mirë. Hatchback është në fundit, nuk është makinë që të ketë hapësirë shumë madhe. Kaq makinë është e vogël. Kjo supozohet të jetë lideret e grupi vet. Paktën stok, se siç e thash, RS3 me BMW-n serin 1, 140, kanë avantazh se kanë motor pak më të madh, edhe aftermarket për t'i modifikohen kanë support pak më shumë, se RS3, ai 5 piston që RS3 është të bo 20 vjet që është në përdorim, edhe ka support për turbo më të mdoja, për me bo internals, forged dhe lloj. Të t'ja bëjmë i herë të verë, thejt, ja? Shumë e mirë. Unë kam provu Celan 45-shë, vjetrën, po kjo është shumë më smooth powertrain i kësaj. Ajo ka qenë pak laggy, kurse kjo është edhe çaj komfort. Ta gjëmë Sport Plus. Këto rrugët që gjena ne, edhe kjo që është formatik, iki qik, 2000-sha. Shumë e mirë. Edhe timonin shumë mirë, ka feedback. Tani do e qëmë në race, ta shofim tamam performancë maksimale. Edhe zhurma për makinë 4 pistonçe. Se dija e fut nga bokset, po shumë e përgjithshme. Raket. Edhe frenat shumë mira. Shumë e shpejt. Shumë e shpejt. Kjo është edhe më e shpejt se shumë makina më të mëdha, më të fuqishme se kjo. Kjo është makinë që të knaq edhe me dalë me bo rrugë në për naj mal, naj kështu, së është vetëm për vit drejt për autostrada. Këtë kamin njëre pas janë perfekcionu. Se po e krahasoj me të vjetrën, që motorin i ngjashëm është pak a shumë. Ajo kami asaj edhe ka qenë MCT, po sikur nuk i ndronte fix si duhet ato marshet. Kjo është perfekt. Shumë e shpejt, shumë e shpejt. Edhe si bje fuqia për motor 2000, se zakonisht to me kubikazh të vogël, të urrit top speedi, filloj bjeqi, kjo vazhdo të tërheq fort. Shumë e shpejt. Edhe ti mat gjirot e gje momentin suspendroj manualisht, vete kam lënë. Shumë e mirë. Kjo kategori makinash është për makinë që ta përdorësh daily. Kjo është AMG, tash të përdorësh edhe AMG GT-n për ditë, atë tek der, po kjo është tamam për ta përdorur për ditë edhe për zona urbane sidomos. Që ke edhe vend me parku, është praktike në trafik në rrugë qytetit, mund të kesh edhe S63, po s'do gjesh
vend me parku në për këto kryeqendrat europiane, shumë vështirë. Po kjo e ka atë prakticitet, po edhe performancën e ka, nuk humbet në performancë. Kjo për shembull është nga këto raste që ka dalë më mirë se që kam prit. Surprizo për mirë. Edhe për punë fuqie, po më shumë për emocionin, për si është, si handling, në kthejesa, në gjithasht. Shumë e mirë. Tamam AMG, nuk është fake AMG. A35 që është fake AMG. Së është AMG ajo, s'ka motor AMG. Tash këto janë të vu plagën AMG-s edhe të elektrike, të GTR, ja kuptot, që asem të bo, po. Deri në këto momentet pak në kanë bazuar të ku duhej. Të ato që janë bo me hand-built, one man, one engine. Launch control 0-100 në 3.8 sekonda. Është performancë që deri para 10 vjeç as Ferrari s'kan pas këtë lloj performance. Kafsh. Shumë e mirë, është fan, nuk është i lidh me te, t'jep emocion, t'jep adrenalin. Inshallah s'po i bëjnë dhe këto elektrike, se vetë tu i heq janë. Po ky motor për shembull këtu i shko. Ata shohim çik zhurmën. Gjërë me 4 goma të ky lloj asfalti. Shumë e mirë. Amortizimin kur e ço te Sport Plusi normalisht ka më të fortë, se është për handling më mirë, për të futur në kthesa më mirë, për ta rrit stabilitetin, mos me pas body roll fare. Edhe timonin e ka forcu dashin Sport Plus. Po shumë direkt e ka timonin. Normalisht e nimo dhe fakti se më thash po e krahasoj me atë Celan, ajo ka qenë disa vite makine përdor, me kjo është brand new, siç ka dalë, kjo s'ka asnjë lloj edhe defekti a problemi, siç ka dalë për fabrike, kjo është makinë e re, kjo është 10-10, nuk ka kjo asnjë lloj halli, as si është prish gomina, as si është prish koma motorit, nuk jep asnjë lloj. Është makinë e re, po shumë e mirë. Është BMW M140, që më pëlqej, jo s'kam provuar ala, fix, po fakti që është me 6 pistonç, edhe ço më shumë fuqi e ço mrapa, është i çik tërheqëse. Po këto kanë perfeksionuar në gjëra të tjera. Edhe në kthejesa është perfekt. Shumë stabil, shumë stabil. E bukur a kësaj, se për të boj makinë për tec vetëm drejt nuk është shumë vështirë. Kjo bukurinë e ka në kthejesa, shumë fan argëtuese në kthejesa. Kjo ka dhe opcion që e bo drift mode, që ço fuqi vetëm mrapa, llogarit, edhe pse e ka motorin, nuk e ka të shtrim, e ka transversal. Se këto që janë shtrime, kanë gjitha të shko fuqia më shumë mrapa, po te këto është zër. Edhe prap e kanë bo, me dash të çon drift mode edhe rrotulla. Super makinë, me plot kuptimin e fjalës, më thonë pocket the rocket, si që thonë këtyne. Ka bit, thash, Celan 45 që e kam provu, se di, dhe në këto momente së është postua, jo, po nështë kur dale kjo dhe jetë postu, po kjo është nivel tjetër, e kanë perfekcionu shumë, sidomos punën e kambios, se di, ndronë marshet shumë mirë, edhe ta ma deri në redline, edhe downshiftet i bo shumë shpejt, edhe ta bo downshiftin që të trije prap në powerband motori, dhe më thonë rim boost, shumë e shpejt. Konkuron makina që janë më lartë se kjo për shpejtësi. Për do abit, bëjnë si të këto nivele që i ka më lartë, më të shtrenjta, nuk është se është në është aty ku duhet. Të këto hatchback-at është shumë, kanë bo shumë mirë. Konkurent thash, i ka të fort, se ka RS3-shin, edhe BMW-n 120-shin, me B58-ën, po ato kanë potencial shumë aftermarket për të modifiku, më shumë se kjo. Ky sado main stage njështë e kjo, fito 50 kuaj, main stage njështë 120-qa, fiton 100 e plus kuaj. Kanë, ta janë kubikash me madhë, 3 mish, edhe 2.5 Audit,
kanë potencial më shumë ato, po për stok me stok, kjo është më shpejt se ato. Stok për stok është më shpejta. Edhe është shumë e mirë. Është praktike. Kjo kishte edhe këto opsionet, që mu s'pëlqen fort, kam provu edhe më janë duk cheap quality. Kjo nga që ka këta, kjo është A45 për ka boku të gjonë, më të shku 70.000 euro, e specifikume, shumë shtrenjtë. Me boxe Burmeister, llogarit. Ke S, kam pa, sidomos në Angli S, që s'kanë boxe Burmeister. Shumë makinë e mirë. Tashi, më thoni cilin do kishit zgjadh ju, do kishit zgjadh këta 45-ën S, RS3-shin, apo BV 140-shin. Boni subscribe në YouTube, follow në Instagram, TikTok, edhe shkarkoni aplikacionin Alcars. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.